Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot dua të ndaj me ju një nga supat më të thjeshta, të shpejta dhe mjaft të shëndetshme që mund ta përgatisni mjaft lehtë në kuzhinën tuaj. E kush e tha që përgatitja e një supe të merr kohë, nuk është e vërtetë, pasi ka edhe supa që bëhen shumë lehtë dhe janë mjaft të shijshme. Fillojmë pa humbur kohë. Në një tenxhere do shtojmë 3 lugë vaj ulliri, një qep të grirë imët, 1 deri në 2 karrota të grira në rende, varet se sa të mëdha janë ato, do t'i skuqim derisa të zbuten. Kanë shtuar 1 filxhan me makarona të vogla për supë. Do vazhdojmë skuqjen edhe për pak. Unë kam shtuar 1 lugë gjelle veget, nëse nuk e preferoni mund të shtoni krip, ujë ose lëng mishi dhe e vendosim të ziejë. Ndërkohë që supa zihen, në një tjetër enë do përziejmë 200 gram kos, 1 të verdh veze, pak lëng limoni, 1 lugë gjelle miell gruri dhe masën do ta përziejmë shumë mirë derisa të bëhet një masë një trajtshme dhe të mos ketë kokriza. Pasi e kemi gati, do shtojmë nga lëngu i supës, duke e përzier shumë mirë dhe shpejt në mënyrë që të mos na pritet e verdha e vezës. Pasi është gati, do t'i bashkojmë të dyja masat. Do t'i ziejmë edhe për pak minuta derisa të trashet masa. Nuk dua të haroj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Shoqërojmë me gjalp të tretur dhe pak spec të kuq. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit!